Skënderbeu u ndal në Kupën e Shqipërisë nga Tirana, por përtej eliminimit ajo që ka vënë në alarm stafin teknik janë mungesat e rëndësishme në skuadër. Korçarët u paraqitën të cunguar ndaj bardhebluve dhe kjo situatë vijon të mbetet problematike edhe në prag të rifillimit të kampionatit. Skuadra e Ernest Gjokës po përgatitet për ndeshjen e javës të 18 të kategorisë së parë ku do të pres luftëtari në Korçë, por ende nuk ka lajme pozitive për 4 futbollistët e huaj: Luka Vazquez, Randi Dunfur, Baba Musta dhe Saleh Nasser. Asnjëri prej tyre nuk është bashkuar ende me ekipin pas pushimeve të fundvitit. Sipas drejtuesve të klubit, rikthimi i tyre po vonohet për shkak të procedurave burokratike dhe pajisjes me viza nga ambasadat përkatëse. Bëhet fjalë për lojtar titullar, mungesa e të cilëve ndikon ndjeshëm në forcën dhe ekuilibrin e skuadrës. Pas rikthimit nga Tirana, Skënderbeu ka rifilluar stërvitjet në Korçë. Seanca e fundit u zhvillua në kushte temperaturash nën zero, por pavarësisht të ftohtit, futbollistët kanë zhvilluar një proces stërvitor të plotë dhe me intensitet. Megjithatë, pavarësisht këtyre vështirësive, Skënderbeu vijon të dominojë kategorinë e parë. Pas 17 javësh, korçarët kryesojnë renditjen me 40 pikë, 7 më shumë se Laçi dhe 8 më shumë se Pogradeci, duke konfirmuar objektivin për rikthim të shpejtë në elitë. Ndërkohë merkato e janarit ka nisur me qetësi në Korçë. Nuk flitet për largime, por priten huazime dhe afrime nga tregu i huaj, me lojtarë të rinj dhe me perspektivë për të ardhmen e klubit.